Kot deri këtu pastaj 100 kilometra larg. Luftë e intensitetit lartë. Ky është varianti më i vështirë për planizuesit tanë ushtarak. Dhe për mua, strategu më i madh ushtarak që ka pasur ndonjëherë shteti shqiptar është, nuk e di kush mund dalë tashme, po duhet provuar në luftë, ka qenë Mehmet Shehu. Ai është vepër ekskluzive e Mehmet Shehut, gjithçka që arriti, ndërtoi, organizoi dhe u pajis ushtria shqiptare është vepër ekskluzive e tij. Dhe po ju them dhe një fakt. Asnjë armë e rëndë e jona që kemi pas në atë kohë nuk është blerë tanë. Jo, e di, kanë dalë faktet që janë marrë. Është asnjë armë, as i municioni i rëndë i kësaj arme nuk është blerë nga shteti shqiptar, është dhuruar nga rusët dhe nga kinezët. Kinezët në fakt i dhanë 3 fishin. Kinezët dhanë 3 fishin. Sa tanke kemi pasur? Atëherë, tanke T-59 kinez, kopja e T-54, e modifikuan pak kinezët, po gjithsesi ajo është lufton akoma, ka tanke që luftojnë të tillë. Po, i kam pa. 760. Nuk e di, disa shok të një oficer... Sa? 760. Edhe 138 T-34, T-5, që na e solli rusët. Ato janë planifikuar më tepër të luftonin të groposur? Të groposura. Edhe në drejtimet më të ndihmuese, për shembull, Peshkopia ka pasi batalion tankës T-34. Pjesa e kësaj librazhit ka pasur një batalion tankës. Do më thënë diku të rreth 1000 tanket? Rreth 1000 tanke dhe rreth 200 transportues të blinduar. Këto BMP që janë 1-2? Jo, të variantit MTLB-ja, BTR-50 dhe A531 që janë të prodhimit kinez. Por, kinezët që bënë? Kinezët kopjuan modelin amerikan të M113-ës, të transportuesit të blinduar, morën dhe këtë modelin BTR-50 rus dhe i nëzorën një të veti. Që është shumë i mirë, është sot, është shumë i mirë, është lundrus. Transportuesi blinduar lundrus. Amerikanët nuk e kanë, as Bradley lundrus, as këtë M113. Beni, thuhet që, do më thënë, armatimi i modelit sovjetik nuk u treguan në lartësinë e duhur. Tani këtu jemi edhe në fushën e propagandës. Ti si specialist si e shikon? Unë mendoj kështu. Ukraina... Se si e tha, i plumbi i ha të gjitha. Ukraina ka marrë rreth 360 sisteme, pra, kur them sistem, një grup zjarri. Rreth 360 sisteme të artillerisë perëndimore 155 mm. Ndërkohë... Ne sa kishim? Ndërkohë ka vetë mbi 3 mjeca të artilleri sovjetike. Këta për 300... 360 i kanë dhenë. 10% nevojave. Ndërkohë që ata kishin 1500 të tyra. Ata kishin 3 mjeca. Po ne, sa kemi pasur? Ne kemi pas 1500, po them. Por kaq territor kemi pasur. Kaq pak territor. Do të thënë, gjithë vija e frontit ton mund të shkonte në rastin se sulmoheshin nga 2 krah 360 kilometra. Ata e kanë... Po, mos harroni luginat. Po pra, janë vetëm lugina, malet nuk e që bënë. Aq më tepër që ne, traditat tona ishin luftë malore. E kemi pasur dhe këmbëleta faqe bardhë, po zakonisht e... Këmbëleta kur s'kishim as shtet, as organizim, kur kishim organizim fisnar. Dhe atëherë kemi bërë luftë, edhe kundër serbit dhe kundër këtyre tjerëve. Por me azalla se e përmend aleat e NATO, Stefan Esa. Po, mirë se me që e përmende NATO, po e shikojmë gjithë, po e shofim evropianët dhe nësë parë. Ne do të këshim parë shumë vite në parë, po ikën. Beni, atëhere, pas ka pasur, po tankët ku do përdorish, në përmalja apo do përdorish në ultrasin përndimore? Atëhere, unë po ju them vendosjen e brigadeve të tankëve, Shkodra. Për fushën e në Shkodrës? Laçi, Zallherri,
Sauku, Vora. 5 brigada deri tash. Deri tash. Elbasani, 6, Berati, 7, Lushnja, 8, Fieri, 9, Gjirokastra. 10. Vlorë se kishit lënë asnjë tajmë? Jo, pës ku do shkojnë Vlorë? Në Fier do, ku do shkojnë Vlorë? Ku do zbarkojnë Vlorë që ku do shkojnë? Mbyllet në Nartë, Nartë mbyllet, s'është drejtim strategjik, mund t'jetë drejtim operativ vetëm për të kapë Vlorë. Ama më ka thënë edhe diçka një oficer tankist. Përveç disa batalioneve autonome që ka pas Tropoja, Peshkopia, Kuksi, bataljone autonome tankës. Ama ka thënë edhe diçka shumë kurioze një shef armatimi, është vështirë të përdoret tanku në ulësirën tonë perëndimore, sepse janë tanket të rëndë dhe fundosen. Nuk, do më thënë mund të zbarkohen vetëm tanku i tyre. I tyre, pra. Tanku i tyre, ndërsa tanku jonë, jo, të mesëm kanë qenë ato, 36 tonë vinin, këta perëndimorët janë 50 plus, por qënë si ka. Tanku i tyre, sepse tanku jonë e kishe të përgatitur pikën e kalimit të tankut, kanalet e mëdhenj Vatitës, Kullus, tanët, fushën e Myzeqes, fushën e Laçit këtej. Nga drejtimin për në Bregdet, e kishin 50 gradë, dhe të dilshin andej e kishin 30 gradë, më pak se 30 gradë, të betonuar, të betonarmuar. Dhe ata e dinin se ku ishin pikat e kalimit të tankeve. Dhe sa kundërshtarët, tanket kundërshtarë, kur të vinin dhe në qoftë se do të gjenin këtë, nuk e kalonin dot, se ishte 60 gradë, nuk e njisnin dot. Do ngelin atë. Tanket tona e kalonin dhe kishte çdo kamoni tankesh, 9 tanke, një pikë të tillë. Ku dilta? Pra, tanket tonë kishin 2 detyra. Detyra e parë ishte shkatrimi, azisimi i desantit ajror. Prandaj, në fushën e Tiranës ishin 3 brigada tankesh, në një zonë shumë vogël të nxënësisë operative. Po do dalë shumë të 3 lekë se sa e vogël. 3 brigada tankesh, një në Laç, 4 brigada tankesh, një në Laç, një në Zallherë, një në Vorë, një në Sauk. Vetëm për Tiranën ishin 3 në formë trekëndësi. Qa do lloj desante ajror tillë do azisojnë në mënyrë. Po përveç kësaj, këto 3 brigada tankesh kishin dhe 3 brigada artillerisë të kalibrit të madh, 122, 130 dhe 152 mm. Sa breza mbrojtje kishte nga vija e Kufirit deri për të arritur në Tiranë? Ato quhen rajone mbrojtje. Rajoni mbrojtjes i batalionit, mitralier, tepër i fortifikuar. Pra, sa pengesë është kalon? 6 vija bunkeresh kishte një rajon i fortifikuar, tepër i fortifikuar. Vetëm një batalion ka pas 6 në thellësi. Dhe sa brezi i mbrojtjes i brigadës dhe i divizionit ka pasur akoma më thellësi. Prandaj thua ti që ishte tepër i fortifikuar. Rusët në rastin më të mirë në një territor në 120.000 km2, domethënë 4 herë më të madhe, maksimumin 3 breza arritën për të mbrojtur Mariupolin. Si të lutem, nuk ishte brez, ishte vi transhesh me pengesat kundër tanke përpara. Nuk quhet breze. E qartë më mirë, dakord. Quhet një vije fortifikuar. Ashtu e quhetën ata më, prandaj po e them unë sigur, se s'kam qenë. Po ju them që unë nuk di rast tjetër të ndërtimit të këtë vijave të fortifikuara në botë t'i afrohet këtij tonit. I thoshin vija Maginot, vija Mannerheim, vija Siegfried, vija Stalin. Jo, ato të gjitha kanë pasur një të çarë. Kishin një pikë të dobët. Pika e dobët e tyre ishte, konceptimi i tyre ishte bazuar mbi, si të themi, fortifikime gjigante të mëdha. Lineare. Dhe këto fortifikime njëri nga tjetri ishin goxha larg dhe mbuloheshin me zjarr artillerie. Po rezultoi që pika më e fortifikuar e luftës dytë botërore ka qenë një pikë e fortifikuar belge që quhej Ben Emael. Ajo mbante brenda një regjiment 1500 veta, kishte disa 10 mitralozë, disa 18 topa kryka zjarri dhe 1500 ushtarë që shërbenin ndaj këtyre 10 mitralozë, le të themi 50 mitralozë.
Ishte